Përshëndetje gjithëve. Ky është romani i Miri, jam ateist. Shumë e kanë pëlqyer këtë roman. Kam marrë shumë komente pozitive, por fatkeqësisht ka edhe shumë komente fyese, denigruese dhe sharje nga ateistët. Megjithatë, unë duhet t'ju them diçka. Romani Jam ateist nuk është kundër ateistëve. Unë jetoj me ateistët. Unë rrita me ta. Ata më mësuan se çfarë është mirë e çfarë është keq. Më mësuan si të jetoj. Unë i dua të gjithë ateistët. Dhe në takimi i ateistëve që u rrita me ta ishte xhamia. Ata kishin dashuri për Zotin. Nderi i tyre ishte feja. Unë jam po aq ateist sa ata. Shoqëria ime është ateiste, madje kam edhe të afërm ateist. Unë besoj se ateistët shqiptar janë ateistët më besimtar të botës. Dhe ky libër u dedikohet pikërisht atyre. Romani Jam ateist tregon jetën e një qytetari që pasi shkon në Francë bëhet ateist, por një lloj siguron, edhe ai pati një betejë me radikalët, me fanatikët, me ata që e kthejnë ateizmin në armë, me ata që i kthejnë ateistët në ushtri, me ata që e detyrojnë natyrën dhe njerëzit të duken si pa Zot, me ata që fyejnë, me ata që imoralitetin e quajnë dashuri, me ata që e shëmtojnë bukurinë e grave me lakurisi, me ata që artin, shkencën dhe përparimin e kanë illull dhe e adhurojnë si Zotin e vërtet. Ky libër pra nuk është kundër ateistëve. Jam ateist është kundër fanatikëve, kundër atyre që në emër të lirisë duan një njerëzim të shfrenuar. Pra është kundër ateizmit radikal, jo ndaj ateistëve. Ateistët nuk vënë tyrbe mbi kokë. Tyrbe mbi kokë, sepse nuk e dinë çfarë është. Ato e dinë vetëm radikalët ateist dhe diçka në fund fare. I pres të gjithë ateistët që të falim namaz bashkë. Unë do ju prinj.